Përshëndetje, jemi në transmetim live nga Pallati i Sportit Fark, kategoria superiore, Kupa e Shqipërisë, ndeshja e parë ndërmjet Dinamos dhe Teutës. Për ekipin e Dinamos në lojë janë Kiri me numrin 1, Gengo numri 2, Rakip numri 3, Pira numri 4, Kurerova numri 6, Suvaria numri 7, Lama numri 8, Lapa numri 9, Bego numri 10, Atepalina numri 13, Sulejmani numri 15 dhe Bregu numri 14. Stafi teknik i ekipit të Dinamos përbet nga kryet Rainer Orlando Koja dhe asistent Kliton Dodaj. Në transmetim live dhe koment Theodor Lapa. Nga Federata Shqiptare e Volejbollit janë përcaktuar si gjyktar Ardit Nurja dhe Enea Dusha. Ekipi i Teutës ka në përbërje Matoshi numri 8, Avdyli numri 5, Braho numri 4, Domi numri 7, Balla numri 10, Uruçi numri 6, Halimi numri 15, Libero, Laura Elisabeth Kabe numri 17, Luiza Thomas Timbo numri 1 dhe Taiza Martins numri 9. Rezultati në këto momente është 6-4 për ekipin e Dinamos. Pushim për ekipin e Teutës, rezultati Dinamo 8, Teuta 4, seti par i takimit. Janë rikthyer në parket vajzat e të dy ekipeve. Për Dinamon në fushën e lojës janë Bego me numrin 10, kapitene, Lama numri 8, Libero, Lapa numri 9, Sulejmani numri 15, Atepalina numri 13 dhe Kurierova numri 6. Qendrat e tjera për ekipin e Dinamos janë Rakip dhe Pira me numrin 4. Ka shënuar Dinamon pikën e 9. Në shërbim për Dinamon, Bego me numrin 10. Përsëritje në këto momente, një topi dytë në fush është vënë re nga gjyktarët. Ka rifilluar loja në shërbim përsëri Bego. Organizohet Teuta. Kalim topi nga Teuta, Lapa për topin, Sulejmani, blok, ka qenë numri 1 atje për Teutën, Luiza Thomas Timbo, ka gabuar në blok, e ka marrë Sulejmani pikën, 10 Dinamo, 4 Teuta. Vazhdon Bego, në shërbim ka gabuar, shërbimi sa jashtë në vijën fundore. Ka kaluar në shërbim për Teutën, Lorgeta Avdyli me numrin 5. Pret Lapa, Kurierova, Sulejmani, Lapa përsëri, Kurierova, kalim topi nga Lapa, Matoshi për Teutën, organizohet, sulmon në pozicionin 3 Teuta, ka që në blok atje Atepalina, por
gjuajtja e lojtarës së Teutës ka qenë në rrjet. I dhuron pikën e 11 ekipit Dinamos. Në loj për ekipin e Teutës janë Matoshi me numrin 8, kapitene, numri 1 Tajse Martin, numri 4 Suama Brao, organizatore, numri 17 Laura Elizabeth Kabe, numri 15 Libero Halimi, dhe numri nuk arrim ta dallojmë në shërbim për ekipin e Teutës, numri 1 Luiza Thomas Timbo, Lama, sulmon për Dinamon, mbrohet Teuta, kalim topi nga Matoshi, Lapa, Kurjerova, Lama, sulmon fort, e ka kapur topin në një moment Luiza Thomas Timbo, po nuk ka vazhdim loja ati nga vajzat e Teutës, vjen pika e 12 për Dinamon. Në shërbim numri 13 i Dinamos, Atepalina Anastasia, një nga qendrat e Dinamos. Pret topin në numri 9 Martins, mbrohet Atepalina, Kurjerova, Bego nga vije 2, Matoshi pret topin, mundohet Teuta të organizohet, sulmon nga pozicioni 3, vëmendshme Atepalina atje. Kurjerova, Bego, sulmon, nuk ka arrin vajzat e Teutës të mbrohen, e ka marrë Dinamo dhe këtë pikë, ka qenë kapiteni Bego në sulm. 13 Dinamo, 6 Teuta. Vazhdon shërbimin Atepalina me numrin 13. Pret numri 9 Martins, ka sulmuar Teuta, vëmendshme Dinamo, mundohet organizojmë një sulm mbrapa shpinës organizatores Kurjerova, ka qenë Rakip aty, ka gabuar gjuajtja e saj në rrjet, i dhuron pikën e 7 ekipit Teutës. Vazhdon shërbimin numri 9 Martins, Rakip këtë herë e ka marrë pikën Rakip, ka sulmuar nga pozicioni 2, është kombinuar mjaft mirë me organizatoren Kurjerova. Vjen pika e 14, ndrim për ekipin e Dinamos. Largohet organizatoria Kurjerova me numrin 6, në loj organizatoria tjetër e Dinamos Suvaria me numrin 7. Në shërbim Suvaria tani për Dinamon. Martins, Lapa mbrohet për Dinamon, Bego sulmon, Sulejmani e vëmendshme, Suvaria në pas, Lama, ngecje, organizohet Teuta, ka tentuar një ngecje, organizatoria e Teutës, Suami Brao me numrin 4, nuk ja ka arritur, ngecje e saj ka përfunduar në rrjet, i dhuron pikën e 15 ekipit Dinamos. Vazhdon në shërbimi Suvaria me numrin 7 për ekipin e Dinamos. Mbrohet mirë Halimi, ka sulmuar Matoshi nga pozicioni 4, e ka marrë pikën Matoshi me eksperiencën e saj, ka tentuar diagonalen e gjatë, nuk është mbyllur mirë bloku i Dinamos aty. 15 Dinamo, 8 Teuta. Në shërbim numri 17, Laura Elizabeth për Teutën. Ka sulmuar Rakip, është prekur në blok, topi jashtë. Vjen pika e 16 për Dinamon. Ka kaluar në shërbim tani Lama me numrin 8 për ekipin e Dinamos. Organizohet Teuta, Matoshi sulmon nga pozicioni 4, nuk arrin atje Lama të mbrohet në pozicionin 6.
2 pikërisht nga Matoshi në sulm nga pozicioni 4. Duket se njeh mjaft mirë këtë pozicion Matoshi. Në shërbim Braho me numrin 4 për Teutën. Kalin topi tek Dinamo, Lama e vëmendshme, Suvaria në pas, Bego e ka ngecur topin Bego në pozicionin 5 mbrapa bllokut. Asnjë nga vajzat e Teutës nuk ka qenë atje. E ka marrë pikën Dinamo. 17 Dinamo, 9 Teuta. Ka kaluar në shërbim tani Rakip me numrin 3 për Dinamon. Organizohet Teuta, Matoshi ngecë mbrapa bllokut, Suvaria e vëmendshme, Rakip në pas, Bego sulmon, vjen e drejt, e ka marrë piko Bego përsëri, e ka marrë pikën. Ka qenë numri 17 i Teutës, Laura Elizabeth atje në pozicionin 5, nuk është mbrojtur. Mirë. 18 Dinamo, 9 Teuta. Jemi në transmetim live nga Pallati i Sportit Fark, në faqen Facebook klubi i volejbollit Dinamo. Matoshi sulmon në pozicionin 2, ka qenë blok 2 atje për Dinamon, Ate Palina me numrin 13 dhe Sulejmani me numrin 15. E kanë mbyllur mjaft mirë këtë sulm të Matoshit. Vjen pika e 19. Ndrim për ekipin e Teutës. Largohet numri 5, Avdyli, në loj numri 7, Domi. Vazhdon shërbimi Rakip me numrin 3 për Dinamon. Bravo. Është kapur në blok edhe sulmi në pozicionin 4 i Teutës. Ka qenë në bloku dishi i Begos dhe i Ate Palinës. Ka sulmuar numri 1, Luiza Thomas Timbo për Teutën. Vjen pika e 20 për Dinamon. 20-9. Vazhdon shërbimi në Rakip me numrin 3 për Dinamon. Organizohet Teuta, Braho, Matoshi mbrapa në pozicionin 2, e vëmendshme Rakip, Lama sulmon nga pozicioni 6, mbrohet Teuta, Braho. Nuk ka rinë organizatoria e Teutës, Braho të nxjerrë aksionin, ka gabuar atje. I dhuron pikën 21 ekipit Dinamos. Vazhdon shërbimin e qetë Rakip me numrin 3. Disa shërbime resh të saj në këto momente. Jashtë. I dhuron pikën e 10 ekipit Teutës. Dinamo 21, Teuta 10. Ka kaluar në shërbim tani kapitenja e ekipit Teutës. Matoshi, Lapa, Suvaria, Bego, sulmon fort në pozicionin 2, vjen e drejt përsëri, nuk arrin numri 17, Laura Elizabeth për Teutën të mbrohet, e ka marrë pikën Bego. Vazhdon shërbimin, ka kaluar në shërbim tani për Dinamon, Bego me numrin 10. Braho për Teutën. Me numrin 1, Luiza Thomas Timbo. Mbrohet mirë Dinamo. Ka sulmuar Ate Palina në pozicionin 3. Është marrë vesh mirë me organizatorin Suvaria, e ka marrë pikën. 23 Dinamo, 10 Teuta. Vazhdon shërbimin Bego me numrin 10. Matoshi, Braho në pas. Mbrohet mirë Bego për Dinamon. Lama sulmon nga pozicioni 6, edhe njerë Bravo për Teutën, e ka nxjerrë pasën brapa shpinës së vet në pozicionin 2. Aty ka qenë numri 1, Luiza Thomas, diagonale e shkurtër e fort, e ka marrë pikën këtë herë. Në shërbim ka kaluar numri 7, Domi. Lama, Suvaria, Sulejmani fort,
Kërcen fort mbi blok Sulejmani, diagonalen e shkurtër e merr pikën. 24 Dinamo, 11 Teuta. Ka kaluar dhe në shërbim tani Sulejmani me numrin 15 për Dinamon. Është marrë vesh atje Matoshi me numrin 8 dhe libero me numrin 15 Halimi. Ka shënuar Sulejmani pikën direkt nga shërbimi. Mbyllet seti i parë me fitoren e ekipit të Dinamos 25-11. Ka përfunduar seti i parë i takimit. Dinamo 25, Teuta 11. Jemi gati për të nisur seti i dytë. Ndeshja e parë e Kupës Shqipërisë. Kategoria superiore, sezoni sportiv 2025-2026. Për ekipin e Dinamos, në këtë ndeshje janë në dispozicion Stella Kiri me numrin 1, Rovena Gengo me numrin 2, Irina Rakip me numrin 3, Jennifer Pira me numrin 4, Ksenja Kurerova numri 6, Stacy Suvaria numri 7, Najada Lama numri 8, Sofia Lapa numri 9, libero, Elena Bego numri 10, kapitene për ekipin e Dinamos, Atepalina Anastasia numri 13, Sonja Sulejmani numri 15 dhe Emi Bregu numri 14. Stafi teknik e ekipit Dinamos përbëhet nga kryetrajner Orlando Koja dhe asistent Kliton Dodaj. Për ekipin e Teutës në dispozicion janë Romina Matoshi me numrin 8, kapitene e ekipit, Lorgeta Avdyli numri 5, Suami Brao numri 4, Amelia Domi numri 7, Manis Balla numri 10, Griselda Uruçi numri 6, Erdeta Halimi numri 15, libero, Laura Elizabeth Kabe numri 17, Luiza Thomas Timbo numri 1 dhe Tajse Martins numri 9. Kujtojmë që është ndeshja e javës së parë për Kupën e Shqipërisë. 8 ekipe janë pjesëmarrëse në këtë sezon. Kupa e Shqipërisë ka filluar me një ndarje në 2 grupe. Grupi A përbëhet nga Pogradeci, Partizani, Skënderbeu dhe Korabi. Grupi B përbëhet nga Tirana, Dinamo, Teuta dhe Vllaznia. Ekipe do të ndeshen mes tyre me 2 ndeshje vajtje ardhje. Janë 6 ndeshje në çdo grup. Në përfundim të këtyre 6 ndeshjeve, 2 ekipet e para të çdo grupi kalojnë fazën tjetër. Ka filluar ndeshja, Rakip në shërbim, Teuta. Sulmon fort numri 1, Luisa Thomas Timbo nga pozicioni 4, diagonale shkurtër e ka marrë pikën. Ka gabuar Dinamo në blok, bloku i dyshes jashtë, vjen pika e dytë për Teutën. Dinamo 0, Teuta 2, seti dytë i takimit. Në shërbim Matoshi me numrin 8, Lama, Suvaria, mbrapa shpinës Bego. Mbrohet Matoshi, bravo, kalim topi nga vajzat e Teutës, Lapa, Suvaria, është marrë mirë vesh me qendrën Atepalina, e ka ngesur topin Atepalina, e ka marrë pikën e parë. Ka kaluar në shërbim tani Bego me numrin 10 për ekipin e Dinamos. Organizohet Teuta, bravo. Kalim topi për Teutën, Lapa e vëmendshme, Suvaria, Rakip sulmon në pozicionin 3, jo ka qenë Atepalina, është kapur në blok. Ka kaluar sulmin në pozicionin 4, Bregu aty ka tentuar një ngecje, nuk ja ka arritur, topi sa jashtë.
I dhuron pikën e 3 ekipit Teutës. 1 Dinamo, 3 Teuta, seti 2 i takimit. Ka nisur ky set me një zvendësim për Dinamo, është larguar Sulejmani me numrin 15, në lojë është Bregu me numrin 14. Gjithashtu në lojë është organizatorja Suvaria me numrin 7 për Dinamon. Ka gabuar Bregu në shërbim, i dhuron pikën e 4 të ekipit Teutës. 2 Dinamo, 4 Teuta. Në shërbim numri 1, Luiza Thomas Timbo për ekipin e Teutës. Bregu, kalim topi në fushën e Teutës, bravo. Ka marrë mbrapa shpinës vet, numrin 17, Laura Elizabeth KB. Diagonale e gjatë në pozicionin 1, nuk arrim Bego të mbrohet aty. Vjen pika e 5 për Teutën. 2 Dinamo, 5 Teuta. Në shërbim numri 1, Luiza Thomas Timbo për Teutën. Një nga lojtarët e huaja të ardhura si përforcim të sezon të Teuta. Lama, sulmon fort. Është kapur në blok nga bloku 2 i Teutës, ka qenë bravo me numrin 4. Dhe Laura Elizabeth me numrin 17. Vjen pushimi i parë për ekipin e Dinamos, kërkuar nga trajneri Orlando Koja. 2 Dinamo, 6 Teuta në këtë set të 2 të takimit. Seti i parë është mbyllur me rezultatin 25-11 për ekipin e Dinamos. Kujtojmë që në këtë grup është zhvilluar edhe ndeshja tjetër ndërmjet Tiranës dhe Vllaznis, e fituar nga Tirana me rezultatin 3-0. Janë rikthyer në parket vajzat e të dy ekipeve. Në shërbim numri 1, Luiza Thomas Timbo për Teutën, Bregu, Suvaria, Lama fort, është kapur në blok Lama. Ka funksionuar përsëri mirë bloku 2 i Teutës, ka qenë bravo me numrin 4 dhe Laura Elizabeth me numrin 17. Vjen pika e 7 për ekipin e Teutës. Vazhdon shërbimi numri 1, Bregu, Suvaria, Ate Palina, ka sulmuar në pozicionin 3, e ka marrë pikën këtë herë Dinamo. 3 Dinamo, 7 Teuta. Në shërbim numri 13, Ate Palina. Një nga lojtarët e huajat Dinamos si përforcim të sezon. E ka kapur sulmin e Teutës bloku 2 i Dinamos, ja ka marrë pikën të herë. 4 Dinamo, 7 Teuta. Kujtojmë që për Dinamo në lojë janë 2 lojtarët huaja, është Ate Palina me numrin 13 dhe Kurjerova me numrin 6. Lojtarja e tretë e Dinamos, Nayara Ferreira, është e pezulluar nga Federata Shqiptare e Volejbollit. Për ekipin e Teutës, lojtarët e huaja janë Laura Elizabeth KB me numrin 17, Luiza Thomas Timbo me numrin 1 dhe Tajse Martins me numrin 9. 10 lojtare ka në dispozicion Teuta për këtë ndeshje. Dinamo ka në dispozicion 12 lojtare. Suvaria, Lama. Suvaria përsëri në krahun tjetër tek Bego. Mbrojt mirë Teuta, bravo. Matoshi sulmon, është kapur në blok, Lapa vazhdon, Suvaria, Lama. E ka marrë pikën Lama këtë herë, ka tentuar një sulm të fort, më pas e ka ngecur topin, e ka marrë pikën. 5 Dinamo, 7 Teuta.
Ndrim për ekipin e Dinamos, largohet Lama me numrin 8, në lojë Suvaria me numrin 15. Sulejmani më falni me numrin 15. Në shërbim ka kaluar organizatorja Suvaria me numrin 7 për Dinamon. Martin së shmbrojtur për Teutën, ka gabuar organizatorja Bravo atje. Suami Bravo për Teutën, i dhuron pikën e 6 ekipit Dinamos. Vazhdon shërbimi Suvaria me numrin 7. E ka marrë pikën Suvaria direkt nga shërbimi. Nuk ka rinë atje numri 5, Avdyli, Lorgeta Avdyli për Teutën. Vjen pushimi i parë për ekipin e Teutës, kërkuar nga kryetrajneri Edmond Yazexhi. Jemi në transmetim live. Jemi rikthyer transmetimit. Suvaria, Bego sulmon fort, diagonalen e gjatë nga pozicioni 4, e ka marrë pikën Bego. Dinamo 8, Teuta 9. Sponsor general i Akademisë Klub Volejboll Dinamo, Veza Reas. Falenderojmë presidentin zotin Eduard Bregu për mbështetjen e vazhdueshme që i jep Akademisë Klub Volejboll Dinamo. Sulejmani në shërbim, Teuta ka gabuar, kalim topi atje, Suvaria, Rakip, ka gabuar Rakip në këtë sulm nga pozicioni 3, gjuajtja e saj jashtë, vjen pika e 10 për Teutën. 8 Dinamo, 10 Teuta. Ka kaluar në shërbim numri 4, organizatorja e Teutës, Suami Bravo. Lojtare e re, kjo e ardhur nga ekipi i të rejave të Teutës. Lojtare 7 lartë me perspektiv. E ka marrë pikën Teuta. Vazhdon shërbimi numri 4, Bravo për Teutën. Ka gabuar, i dhuron pikën e 9 Dinamos. Ka kaluar në shërbim Rakip me numrin 3 për Dinamon. Mbrohet numri 17, Laura Elizabeth. Bravo në pas. Ka sulmuar Teuta, organizohet Dinamo, sulmon Bego nga numri 2. Matoshi. Ka sulmuar nga pozicioni 2 Matoshi, e ka marrë pikën me eksperiencën e saj. 9 Dinamo, 12 Teuta. Ka kaluar në shërbim tani Matoshi me numrin 8 për Teutën. Kapiten e Teutës në këtë ndeshje. Bregu, Suvaria në pas. Ate Palina ka sulmuar në pozicionin 3. Asnjë nga vajzat e Teutës atje nuk është ngritur në blok. Sulmi ka qenë i shpejt, e ka marrë pikën Ate Palina.
Në shërmim Bego me numrin 10 për Dinamon. Matoshi, bravo. Ka tentuar një diagonale të shkurtër. Numri 1 i Teutës, Luiza Thomas Timbo, nuk ja ka arritur. Topi saj jashtë, i dhuron pikën e 11 Dinamos. Vazhdon shërbimin Bego me numrin 10. Ka kaluar topi tek Dinamo. Bego. Bregu ka qenë në sulm në pozicionin 4, është kapur në blok 2 nga Teuta. E ka marrë pikën Teuta. 11 Dinamo, 13 Teuta. Në shërbim numri 5 për Teutën, Lorgeta Avdyli. Bregu. Suvaria, mbrapa shpinës së vet Atepalinën. Ngecje mbrapa blokut. E ka marrë pikën Atepalina, e vëmendshme. 12 Dinamo, 13 Teuta. Në shërbim kalon Bregu me numrin 14 për Dinamo. Matoshi, bravo. Ka tentuar një sulm në pozicionin 3, ka qenë numri 17 atje Laura Elizabeth. E ka kapur sulmin e saj në blok Atepalina. Ja ka marrë pikën, barazohet rezultati 13-13. Bregu në shërbim me numrin 14 për Dinamon. Avdyli, bravo. Lapa e vëmendshme brapa blokut në këtë ngecje. Bego organizohet Dinamo. Ka sulmuar fort Bego. Nuk ka arrin atje. Bloku 2 në fakt e ka kapur topin, por nuk ka vazhdim loje. Ka qenë bravo me numrin 4 për Teutën, brapa blokut. Nuk e ka pritur topin. Vjen pika e 14 për Dinamon. Kalon përpara Dinamo për herë të parë në këtë set të dytë me një pikë. Vazhdon shërbimin Bregu, Emi Bregu me numrin 14. Matoshi rikthen topin në lojë Avdyli. Kalim topin nga bravo, Lapa, Suvaria, Sulejmani fort, jashtë sulmi Sulejmanit. Pretendojnë edhe një prekje për një prekje në rjet, prekje të blokut vajzat e Dinamos. Në gjykimin tim nuk ka pasur prekje, edhe nga ky pozicion që jam unë lart, me të drejtë gjyqtari ka vlerësuar jashtë. Bregu, Suvaria rikthen topin në loj. Kalin topin nga Bego, organizohet Teuta, bravo. Ka qenë bloku 2 atje i Atepalinës dhe i Suvariës. Jashtë e ka marrë pikën Teuta. Ka kaluar përpara me një pikë, 14 Dinamo, 15 Teuta. Vazhdon shërbimi numri 1, Luisa Thomas Timbo. Bregu, Atepalina, Sulejmani, Matoshi mbrohet për Teutën, bravo në pas. Ka sulmua numri 17 Laura Elizabeth nga pozicioni 2. Ka tentuar diagonalen e gjatë në njësh, nuk ja ka arritur, topi jashtë. Barazohet rezultati 15-15. Atepalina me numrin 13 në shërbim për Dinamon. Bravo. Ka qenë numri 9 atje i Teutës, Tajse Martins në këtë sulm nga pozicioni 4. E ka ngecur topin, e ka marrë pikën. Kalon përsëri përpara Teuta me një pikë. Ndrim për Dinamo në këtë moment, e largohet qendra Rakip me numrin 3. Në loj Gengo me numrin 2. Në shërbim numrin 9 për Teutën. Bregu, Suvaria, Sulejmani fort. Bi blok, diagonale gjatë, e merë pikën Sulejmani. Barazohet rezultati 16-16.
Suvaria në shërbim për Dinamon me numrin 7. Avdyli, kalim topi, e ka kaluar dhe Gengo, organizohet përsëri Teuta. Ka sulmuar Avdyli nga pozicioni 4. Llapa aty nuk arrin të mbrojët në diagonale. Kalon përsëri Teuta përpara me 1 pikë. 16 Dinamo, 17 Teuta. Në shërbim numri 17 Laura Elizabeth për Teutën. Llapa, Suvaria, Sulejmani fort, Matoshi. Ka sulmuar nga vija e dytë numri 1 Luisa Thomas Timbo, diagonalen e gjatë në pozicionin 1, asnjë nga vajzat e Dinamos aty. Ka kaluar përpara Teuta me 2 pikë. 16 Dinamo, 18 Teuta. Shfrytëzojmë edhe një herë pushimin e kërkuar nga trajneri i Dinamos Orlando Koja për pak publicitet. Rikthehemi në transmetim live. Jashtë ka gabuar numri 17 Laura Elizabeth. Dinamo, 18 Teuta. Në shërbim Sulejmani me numrin 15 për Dinamo. Bravo, Matoshi, Llapa, Sulejmani mbrapa shpinës, Bego, ngecje mbrapa bllokut, e ka marrë pikën Bego, barazohet rezultati 18-18. Vazhdon shërbimi Sulejmani me numrin 15. Kujtojmë që për pak më përpara është zhvilluar dhe ndeshja e grup moshës U18. Ka qenë Dinamo në ndeshje për këtë grup moshë me Teutën përsëri. Është fituar ndeshja me rezultat të pastër 3-0. Për këtë grup moshë kryesojnë grupin ekipi i Dinamos me 11 pikë dhe Teuta me 11 pikë. Ndiqen nga Vllaznia në vend të tretë. Nesër zhvillohet edhe ndeshja për grup moshën U20 ndërmjet ekipit të Dinamos dhe Apollonis. Edhe kjo ndeshje zhvillohet në Tiranë, në Fark. Ora 12:00, jemi në transmetim live edhe për këtë ndeshje. Jemi rikthyer tek ndeshja. Llapa, Suvaria, Bego, nuk arrin ta marrë pikën Bego. Vjen pika e 20 për Teutën. Ndrim për ekipin e Dinamos, largohet Sulejmani. Në lojë Lama me numrin 8. 19 Dinamo, 20 Teuta. Në shërbim numri 4, bravo. Lama, Suvaria në pas, Bego. E ka marrë pikën Bego përsëri me ngecje. Barazohet rezultati 20-20. Ndrim për ekipin e Dinamos. Largohet Suvaria me numrin 7. Në lojë Kurerova me numrin 6. 20-20 rezultati. Në shërbim Gengo me numrin 2. Matoshi, bravo. Është kapur në blok sulmi i Teutës, ka qenë numri 1, Luisa Thomas Timbo në këtë sulm në pozicionin 4. Kalon përpara Dinamo me 1 pikë, 21-20. Detyron trajnerin e Teutës Edmond Yazexhi të kërkojë urgjentisht
pushim. Sponsor general i Akademisë Klub Volejboll Dinamo, Veza Reas. Veza që ka diellin brenda. Për ekipin e parë, stafi teknik i Dinamos përbet nga krye trajner Orlando Koja, asistent Kliton Dodaj. Për ekipin e grup moshës U20, trajner janë Kliton Dodaj dhe Orlando Koja. Për ekipin e grup moshës U18, krye trajner është profesor Altin Martiri, asistent janë Anida Borova Butini dhe Theodor Lapa. Edhe për grup moshën U16 është i njëjti staf teknik i grup moshës U18. Rikthemi në transmetim, 22 Dinamo, 20 Teuta. Rovena Gengo në shërbim për Dinamon. Nuk pritet mirë topi i parë, Matoshi pas, mbrohet mirë Lama, Kurjerova, e ka marrë pikën Ate Palina në këtë sulm nga pozicioni 3. Merret në vesh mirë Kurjerova me Ate Palinën. 23 Dinamo, 20 Teuta. Në shërbim Gengo me numrin 2, vazhdon për Dinamon. Matoshi, Brahao në pas. Ngecje, e vëmendshme Kurjerova, Gengo. Ka gabuar Gengo. Është një moment që është në lojë qendra e Dinamos. I dhuron pikën e 21 ekipit të Teutës. 23 Dinamo, 21 Teuta. Lama, Kurjerova, Bregu. Ka gabuar Bregu, gjuajtja e saj në rrjet. I dhuron pikën e 22 të ekipit të Teutës. 23 Dinamo, 22 Teuta. Në shërbim Matoshi me numrin 8, kapitenja e Teutës. Lama, kalim topi, e vëmendshme Avdyli atje në pozicionin 3. E ka sulmuar me njëherë topin, e ka marrë pikën. Barazohet rezultati 23-23. Vazhdon Matoshi shërbimin. Lapa, Kurjerova, Bego, ngecje mbrapa blokut. E ka marrë pikën Bego, 24-23. Ka kaluar në shërbim tani Bego me numrin 10 për Dinamon. Në lojë për Dinamon janë Kurjerova me numrin 6, Ate Palina numri 13, Bregu numri 14, Lapa numri 9, Lama numri 6 dhe Bego numri 10. E ka marrë Teuta pikën, ka qenë një ngecje atje në pozicionin 6. Të pavëmendshme vajzat e Dinamos, barazohet rezultati 24-24. Në shërbim Avdyli me numrin 5. Lapa, Kurjerova, e shtym fort tek Bregu, ngecje Bregut, mbrapa blokut, e merr pikën. 25 Dinamo, 24 Teuta. Të shohim si do të mbyllet ky set. Kujtojmë që seti i parë është fituar nga Dinamo me diferencë pikësh 25-11. Ka kaluar në shërbim Bregu me numrin 14 për Dinamo. Avdyli, bravo. Vazhdim loje nga vajzat e Teutës, Matoshi kalon topin. Lapa, Kurjerova, Ate Palina, Lama, mbrohet mirë Matoshi, bravo. Sulmon Teuta, Lapa mbrohet mirë diagonale, Kurjerova mbrapa shpinës së vet, Bego, e ka marrë pikën Bego. Është prekur topi nga bloku 2 atje i Teutës, ka qenë Brown me numrin 9, edhe numri 17 Laura Elizabeth. Topi ka ngecur, në fakt ka bërë disa xhiro mbi rrjet dhe ka përfunduar në fushën e Teutës. Me pak fat mund të themi kjo pikë për Dinamon. 26 Dinamo, 24 Teuta. Mbyllet seti i dytë i takimit. Rezultati 2-0 për Dinamon.
Kujtojmë për ekipin e Dinamos, në dispozicion janë Stella Kiri me numrin 1 libero, Rovena Gengo me numrin 2 qendër, Irina Rakip me numrin 3 qendër, Jennifer Pira me numrin 4 luan në pozicionin 4, Ksenia Kurjerova, Pira më farni luan qendër, Ksenia Kurjerova organizatore, Stacy Suvaria organizatore me numrin 7, Lama Najada me numrin 8 luan pozicionin 4, Sofia Lapa libero me numrin 9, Elena Bego me numrin 10 luan në pozicionin 2, Atepalina Anastasia numri 13 është qendër, Sonja Sulejmani me numrin 15 luan si në pozicionin 4 dhe në pozicionin 2, Emi Bregu me numrin 14 luan në pozicionin 4. Për ekipin e Teutës janë në këtë ndeshje në dispozicion të trajnerit Edmond Yazegji, Romina Matoshi me numrin 8 kapitene, Lorgeta Avdyli numri 5, Suami Brao numri 4 organizatore, Amela Domi numri 7 qendër, Manis Balla numri 10, Griselda Uruçi numri 6, Erdeta Halimi numri 15 libero, Laura Elisabeth numri 17, Luiza Thomas Timbo numri 1 dhe Tajse Martins numri 9. 10 lojtare ka në dispozicion ekipi Teutës, 12 lojtare ka në dispozicion ekipi i Dinamos. Jemi në transmetim live nga Pallati i Sportit Fark në faqen Facebook Klubi i Volejbollit Dinamo. Sponsor general i Akademisë Klub Volejboll Dinamo Veza Reas. Veza që ka diellin brenda. Gjyqtar të takimit caktuar nga Federata Shqiptare e Volejbollit janë Ardit Nuria dhe Enea Dusha. Ka nisur seti i tretë i takimit, Sulejmani, Atepalina, sulmon fort nga pozicioni 3, është marrë vesh mirë me Kurjerovën, vjen pika e parë për Dinamon. Bego, Matoshi, rezultati Dinamo 1, Teuta 2. Në shërbim ka kaluar Matoshi me numrin 8. Sulejmani pre topin, Kurjerova në pas, Bregu. Edhe njerë Bregu në këtë kalim të Teutës, organizohet Teuta përsëri, ngecje mbrapa bllokut. Nuk arrin atje Kiri me numrin 1. Vjen pika e tretë për Dinamon. E ka nisur lojën në këtë set Kiri. Janë Bego në loj, Kiri, Sulejmani, Bregu, Atepalina edhe Kurjerova. Ka gabuar Atepalina. Ka tentuar një sulm mbrapa shpinës në pozicionin 2, nuk është marrë vesh mirë. Vjen pushimi i parë për ekipin e Dinamos, kërkuar nga kryetrajner Orlando Koja. Dinamo 1, Teuta 4.
Jemi në transmetim live nga Pallati i Sportit Fark. Seti 3 i takimit ndërmjet Dinamos dhe Teutës. Rezultati 3 Dinamo, 7 Teuta. Bregu, Kurjerova, Sulejmani fort. Diagonale, nuk arrin Avdyli atje të mbrohet me numrin 5. Vjen pika e 4 për Dinamo. Kurjerova në shërbim, Matoshi, bravo. Shkapu në blok sulmi i Tajse Martins nga pozicioni 4. Vjen pika e 5 për Dinamo. Kurjerova me numrin 6. Jashtë ka gabuar. I dhuron pikën e 8 ekipit Teutës. 6 Dinamo, 8 Teuta. Kalon në shërbim numri 9 Tajse Martins për Teutën. Kiri, Kurjerova, Bego. Organizohet Teuta, bravo. Matoshi, shkapu në blok, Kiri, Kurjerova në pas, Sulejmani. Kalim topi nga Teuta, Kurjerova dhe njerë tek Sulejmani, ngecje. Është kapur pak topi nga bloku, por nuk ka vazhdim nga vajzat e Teutës. Ka qenë në numrin 9 atje Tajse Martins në pozicionin 6. 6 Dinamo, 8 Teuta. Në shërbim Sulejmani me numrin 15. Ka gabuar edhe Sulejmani. I dhuron pikën e 9 Teutës. 2 gabime resh në shërbim. Ka qenë Kurjerova pak më përpara. Tani Sulejmani. 2 pikë të falura Teutës. 6 Dinamo, 9 Teuta. Në shërbim numri 17 Laura Elizabeth për Teutën. Sulejmani, Kurjerova, Bregu, Kalim topi. E pavëmendshme aty Rakip edhe Kiri. Topi ka rënë në fushën e Dinamos. Vjen pika e 10. Ka qenë një kalim topi atje. Vazhdon shërbimi numri 17 Laura Elizabeth. Sulejmani, Bregu. Sulejmani kalim topi. Organizohet Teuta, Braho në pas, Matoshi. Shkapur në blok, kalim topi nga Teuta, edhe njerë. Disa aksione resht. Bego. Matoshi, ngecje mbrapa blokut. Bego e vëmendshme, Kurjerova në krahun tjetër. Bregu. Matoshi, bravo. Avdyli, Kurjerova mbrohet. Sulejmani në pas, Bregu. Bravo, Matoshi. E ka marrë pikën Matoshi. Block out. Ka qenë Rakip me numrin 3 dhe Bego me numrin 10 në blok për Dinamon. Nuk arrin të blokojnë Matoshin. 6 Dinamo, 11 Teuta. Disa aksione resht nga të dy ekipet, më në fund ka triumfuar Teuta. Kiri, Kurjerova, Bego, sulmon fort, ja ka marrë Matoshit. Ka qenë Matoshi në blok aty për Teutën. Block out. 7 Dinamo, 11 Teuta. Në shërbim Rakip me numrin 3. Matoshi sulmon fort diagonalen e gjatë, nuk arrin të mbrohet aty Rakip me numrin 3. Vjen pika e 12 për Teutën. 7 Dinamo, 12 Teuta. Në shërbim organizatoria e Teutës, Brao me numrin 4. Suami Brao. Kiri, Sulejmani, Bego kalim topi.
Organizohet Teuta, bravo në pas, Matoshi. Mbrapa blokut atje Matoshi e ka ngecur topin, e ka marrë pikën, vjen pika e 13. Dinamo 7, Teuta 13. Vjen pushimi për Dinamon, kërkuar nga krye trajner Orlando Koja. Gjyqtar të takimit janë Ardit Nuria dhe Nea Dusha. Kujtojmë që për Dinamo do të ketë ndeshje edhe nesër. Luhet grup mosha U20. Ndeshja ndërmjet Dinamos dhe Apollonis në Tiranë. Transmetim live edhe kjo ndeshje nesër. Është edhe një risi tjetër kjo e Akademisë Klub Volejboll Dinamo. Të gjitha ndeshjet e kampionatit janë në transmetim live në faqen Facebook Klubi i Volejbollit Dinamo. E ka marrë pikën atë Palina dhe Bego në këtë blok 2 për Dinamon. 8 Dinamo, 13 Teuta. Ndërim për ekipin e Dinamos, largohet Bregu me numrin 14, në loj Lama me numrin 8. Në shërbim Bego me numrin 10 për Dinamon. Bravo në pas për Teutën. Sulmon Fort, numri 1, Luiza Thomas Timbo në vitë drejt nga pozicioni 4, e ka marrë pikën. 8 Dinamo, 14 Teuta. Në shërbim Matoshi me numrin 8 për Teutën. Ate Palina në këtë sulm mbrapa shpinës organizatores, 3 hapsh, e ka marrë pikën. Sulmi i saj ka qenë në pozicionin 1 në këndore. Asnjë nga vajzat e Teutës atje. Vjen pika e 9 për Dinamo, 9-14. Të shohim, do të arrit të barazoj Dinamo këtë set dhe ta marri setin dhe të mbyllin ndeshjen, apo do të kemi dhe set tjetër. Lama në shërbim, bravo. Sulmon Fort, numri 1. Luiza Thomas Timbo për Teutën, nga pozicioni 2, e ka marrë pikën. 9 Dinamo, 15 Teuta. Ka kaluar në shërbim numri 5, Logerta Avdyli për Teutën. Bego, Kurjerova, Ate Palina, Sulmon, nuk arrin Matoshi të rikthej tepoj në loj. 10 Dinamo, 15 Teuta. Kujtojmë që 2 setet e para janë mbyllur me fitoren e Dinamos, 25-11 seti i parë dhe 26-24 seti i dytë. Ate Palina, Matoshi, bravo. Në shkapu në blok sulmi Teutës, organizohet përsëri Matoshi, Luiza, Lama mbrohet për Dinamon. Është rikthyer topi në rrjet nga një prej vajzave të Dinamos, nuk arrin Rakip aty ta rifusi topin në loj. Vjen pika e 16 për Teutën. Ndrim tani për Dinamon. Largohet Rakip me numrin 3. Në loj Jennifer Pira me numrin 4. Lojtare që luan në pozicionin 3 dhe kjo. Në shërbim për ekipin e Teutës, lojtarja me numrin 1, Luiza Thomas Timbo, e ka marrë pikën. Lojtare me efektivitet të lartë në këtë ndeshje, mos gaboj, ka marrë pikët kryesore për Teutën. 10 Dinamo, 17 Teuta. Lama, Kurjerova, Sulejmani, Fort. Kalon topi përsëri te Dinamo, Kurjerova në pas, Sulejmani përsëri, Sulmon Fort. Jashtë. Nuk ka prekje bloku atje, topi ka prekur pak rjetën në diagonalen e shkurtër dhe ka përfunduar jashtë. Vjen pika e 18 për Teutën.
Bego, Kurierova, Pira, e ka marrë pikën Pira në këtë sulm në pozicionin 3. Ka kaluar në shërbim numri 6 Kurierova, organizatorja e Dinamos. Matoshi, bravo. Kirje vëmendshme për Dinamo, Kurierova, Bego, Geci e mbrapa blokut, nuk ka arrin atje Abdyli me numrin 5. E ka prekur pak topin, edhe Matoshi nuk ka arrin të bëjë diçka më tepër. Vjen pika e 12 për Dinamo. Kurierova me numrin 6 vazhdon në shërbim. Diagonale gjatë në pozicionin 1 shërbimi i Kurierovës, nuk ka arrin Logeta Avdyli atje, e ka marrë pikën Kurierova direkt nga shërbimi. Detyron trajnerin e Teutës Edmond Yazexhi të kërkojë pushim. 13 Dinamo, 18 Teuta. Akademia Klub Volejboll Dinamo zhvillos stërvitje çdo ditë pranë Universitetit të Sporteve të Tiranës prej orës 17:00 deri në orën 20:00 nga e hëna në të premte. 2 fusha në dispozicion të vajzave. Stërviten aty grup mosha nga 8 vjeç deri 18 vjeç. 2 fusha në dispozicion, 4 orare. Orari parë 17:00, 18:30, orari 2 18:30 deri në 20:00. Lama vazhdim loje për Dinamon, Kiri kalon topin, organizohet Teuta, bravo. O, qa sulmi. Sulmi bukur këy nga Teuta, mbrapa shpinës organizatores në pozicionin 2, e ka marrë Laura Elizabethin, diagonale shkurtër, vjen pika e 19 për Teuta. Pavarësisht se jemi stafi i Dinamos, kur ka veprime të bukura, aksione të bukura, ne i vlerësojmë. Sulejmani, kalim topi, Teuta organizohet përsëri, Matoshi, Lama kalon topin, Kurierova e vëmendshme, Kiri në pas, Bego, duket se është rifutur në lojë Teuta në këtë set, Matoshi, është kapur në blok nga Pira dhe Sulejmani, ka tentuar një ngjecje për herë të dytë, nuk ja ka arritur. E ka kthyer përsëri topin Sulejmani në fushën e Teutës, vjen pika e 14 për Dinamon, 14-19. Të shikojmë do të kthehet ky set. Dinamo 14, Teuta 19, në shërbim Sulejmani me numrin 15. Ka gabuar Sulejmani, i dhuron pikën e 20 Teutës. Në shërbim numri 17, Laura Elizabeth për Teutën. 3 lojtare të huaja në fushë për Teutën në këto momente. 2 lojtare të huaja ka Teuta, Dinamo, më falni. Për Dinamo në lojë janë Kurierova me numrin 6 dhe Ate Palina me numrin 13. Për Teutën në lojë janë Tajse Martins me numrin 9, Luiza Thomas Timbo me numrin 1 dhe Laura Elizabeth me numrin 17. Pira, bravo, Matoshi, mbrohet mirë Pira mbrapa, Kurierova në pas, tek Lama, ka gabuar Lama, ka tentuar një gjuatje në vit të drejt, nuk ja ka arritur, topisa jashtë, i dhuron pikën e 21 Teutës, 15 Dinamo, 21 Teuta. Bego, Kurierova në pas, Bego, është kapur në blok, Bego, nuk ka arrin as Kurierova aty, e ka prekur pak topin Kurierova, por dhe Kiri mbrapa nuk e ka rikthyer. Vjen pika e 22 për Teutën, 15-22, në shërbim numri 4, Suami Bravo, organizatore Teutës. E ka bërë mirë punën e vetë sot Bravo, me gjithse lojtare re, Kurierova,
e kthen topin, Kiri kalim topi. Bravo Matoshi, sulmon fort mbi blok në vijën fundore, e ka marrë pikën Matoshi. 15 Dinamo, 23 Teuta. Vështirë se kthehet ky set për Dinamon, megjithatë, shohim. Vazhdon bravo në shërbim. Jashtë, ka gabuar bravo. I dhuron pikën e 16 ekipit të Dinamos. Bego në shërbim, bravo për Teutën. Ka qenë një sulm në pozicionin 4 nga Luiza Thomas Timbo me numrin 1. Ka gabuar gjuajtja e saj në rrjet. I dhuron pikën e 17 Dinamos. Në shërbim Bego me numrin 10 për Dinamo. Avdyli kalon topin, Kiri, Kurjerova, mbrohet Teuta, bravo në pas, Avdyli sulmon, Sulejmani, Kurjerova, Lama fort, jashtë ky sulmi Lamës. Ka gabuar Lama në 2 sulme në pozicionin 4. I dhuron pikën e 24 ekipit të Teutës. Matoshi, Kurjerova, Atepalina. Ka gabuar Atepalina në këtë sulm mbrapa shpinës së Kurjerovës, gjuajtja e saj në rrjet. I dhuron pikën e 25 ekipit të Teutës. Shumë pikë të dhuruara nga Dinamo në këtë set. Mbyllet seti 3, 17 Dinamo, 25 Teuta.
nisur mirë ky set për Dinamon. 3 Dinamo, 2 Teuta. Bego, sulmon fort, nuk ka vazhdim loja aty. Ka qenë një gjuatje në vit të drejt nga pozicioni 2. E ka pritur topin numri 17 Laura Elizabeth, por nuk ka vazhduar lojën organizatorja Bravo. 4 Dinamo, 2 Teuta. Rezultati 2-1 me sete për Dinamo. Pira, Bravo. Ka gabuar numri 1. Prekje rjete nga numri 1, Luiza Thomas Timbo. Blokout nga vajzat e Dinamos, ka qenë Bego dhe Ate Palina, atje në blok 2. I dhurojnë pikën e 3 të Teutës. Në shërbim numri 5, Avdyli. Lama. Ate Palina në këtë sulm nga pozicioni 3. Sulmi shpejt i saj nuk arrin ati Avdyli të mbrohet në pozicionin 6. E merë pikën Ate Palina. 6 Dinamo, 3 Teuta. Në shërbim Bego me numrin 10. Ka gabuar numrin 9 atje, Tajse Martins në pritin e topit të parë. Nuk ka pasur edhe vazhdim loje nga vajzat e Teutës. Vjen pika e 7 për Dinamon. Pushim nga trajneri i ekipit të Teutës, Edmond Yazegji. Sponsor general i Akademisë Klub Volejboll Dinamo, Veza Reas. Veza që ka diellin brenda. Për ekipin e Dinamos në dispozicion për këtë ndeshje janë Stella Kiri me numrin 1, Rovena Gengo numri 2, Irina Rakip numri 3, Jennifer Pira numri 4, Ksenia Kurerova numri 6, Stacy Suvaria numri 7, Najada Lama numri 8, Sofia Lapa numri 9, Elena Bego numri 10, Ate Palina Anastasia numri 13, Sonja Sulejmani numri 15, Emi Bregu numri 14. Për ekipin e Teutës në dispozicion janë Romina Matoshi numri 8, Logerta Avdyli numri 5, Suami Bravo numri 4, Amelia Domi numri 7, Manis Balla numri 10, Griselda Uruçi numri 6, Erdeta Halimi numri 15, Libero, Laura Elizabeth numri 17, Luiza Thomas Timbo numri 1 dhe Tajzet Martins numri 9. 8 Dinamo, 3 Teuta. Vazhdon shërbimin Bego me numrin 10. Avdyli, Bravo, Matoshi, Kiri, Lama, rikthen topin e loj, Bregu, kalim topi, Avdyli për Teutën, Bravo. Organizohet Dinamo. Ka qenë Kurjerova dhe Ate Palina, ati janë marrë vesh mirë në këtë sulm në pozicionin 3, ka marrë pikën Ate Palina, 9 Dinamo, 3 Teuta. Bego me numrin 10 në shërbim. Bravo. Kiri, mbrohet mirë për Dinamon, Kurjerova, Bregu, Matoshi, Bravo. Mbrohet mirë Beko, kalon topi për sërit e Teuta, organizohet Teuta, Bravo në shërbim. Ka sulmuar fort numri 9 Tajse Martins, diagonalen e gjatë. Kiri atje ka pretur topin, nuk ka arrin ta rikthej. Vjen pika e 4 për Teutën. 9 Dinamo, 4 Teuta.
Lama, Kurjerova, e kthen topin mbrapa tek Bego, mbrohet Avdyli, Brau në pas, Tajse Martins, Bego, Brego, është kapur topi në blok, nuk arrin vajzat e Dinamos të organizohen përsëri, vjen pika e 5. 9 Dinamo, 5 Teuta. Ndrim për ekipin e Dinamos, largohet Bregu me numrin 14, në lojë Sulejmani me numrin 15. Kiri, Kurjerova, Bego, mbrohet Avdyli, Brao, Ngecje mbrapa blokut, e vëmendshme Kurjerova, Bego në pas, Sulejmani fort, kalon topin në fushën e Dinamos, nga bloku i Teutës, e vëmendshme Ate Palina, sulmon me njëherë në pozicionin 3, e merr pikën. 10 Dinamo, 5 Teuta, seti 4 i takimit. Ndrim përsëri për Dinamon, largohet Sulejmani me numrin 15, në lojë Bregu me numrin 14. Ka kaluar në shërbim tani Bregu, Matoshi, Brau në pas, Treapsh mbrapa shpinës Braos, ka qenë numri 17 Laura Elizabeth për Teutën. Nuk ka arritur ta marrë pikën, gjuajtja e saj ka qenë jashtë. Vazhdon Bregu në shërbim. Matoshi, Avdyli në pas, Tajse Martins. Ka sulmuar fort, diagonalen e gjatë, mbi blok, e ka marrë pikën. 11 Dinamo, 6 Teuta. Në shërbim Tajse Martins, Bregu, Kurjerova, Bego, sulmi i saj në vit të drejt nga pozicioni 2 i Dinamos, nuk arrin Avdyli të mbrohet, vjen pika e 12 për Dinamon. Në shërbim Ate Palina me numrin 13. Avdyli, Brao, e ka ngecur topin mbrapa blokut, numri 17 Laura Elizabeth për Teutën. Asnjë nga vajzat e Dinamos aty mbrapa blokut, vjen pika e 7 për Teutën. Në lojë në këto momente për Dinamon janë Kurjerova me numrin 6, Pira me numrin 4, Lama numri 8, Bregu numri 14, Kiri numri 1 dhe Bego me numrin 10. Ka kaluar topi me njëherë në fushën e Teutës nga ky shërbim. Të vëmendshme vajzat e Teutës e kanë sulmuar me njëherë, e kanë marrë pikën. 12 Dinamo, 8 Bregu, Kurjerova, Bego, sulmon fort, e ka marrë pikën Bego, blok out. Ka qenë bloku 2 atje i Matoshit edhe Abdylit në pozicionin 4. Bego sulmon nga vije 2 nga për Dinamon. Ka kaluar në shërbim tani Kurjerova me numrin 6. Tajse Martins, Brau në pas. Jashtë ky sulmi i numrit 1, Luiza Thomas Timbo. Nuk është marrë vesh atje edhe me numrin 9, Tajse Martins. Katërmbëdhjetë Dinamo, 8 Teuta. Bravo, kalim topi nga Abdyli, Bregu, Kurjerova, Lama, ngecje mbrapa blokut, të vëmendshme vajzat e Teutës, Bravo në pas, Matoshi, Kiri mbrohet, Kurjerova, Pira në këtë sulm nga pozicioni 3, e ka marrë pikën Pira. Detyron trajnerin e Dinamos Edmond Yazexhi të marrë pushim. 15 Dinamo, 8 Teuta në këtë set të 4 të takimit.
gabuar Kurjerova në shërbim, duket se ka dhënë rezultat pushimi i Teutës. Ja ka prishur shërbimin Dinamos. 15 Dinamo 9 Teuta në shërbim numri 4. Bravo për Teutën. Lama, Bego, Bregu sulmon nga pozicioni 6, organizohet Teuta, bravo, Matoshi, Kurjerova mbrohet, Kira, Bego, e ka marrë pikën Bego. Gjashtëmëdhjetë Dinamo, 9 Teuta. Ka kaluar në shërbim tani për Dinamo, numri 8 Lama. Bravo. Ka gabuar në këtë sulm nga pozicioni 2 Luiza Tomas Timbo, i dhuron pikën e 17 Dinamos. 17 me 9. Në shërbim Lama me numrin 8. Bravo. Matoshi. E ka marrë pikën Matoshi, nuk është mbyllur mirë bloku 2 i Dinamos. 17 me 10. Matoshi në shërbim. Lama, Kurjerova, Bego. E ka marrë pikën Bego. 18 Dinamo, 10 Teuta. Në shërbim Pira me numrin 4 për Dinamo. Bravo në pas për Teutën. Tajse Martins. Nuk arrin bloku 2 shatje i Atepalinës edhe i Begos. Blokout. Vjen pika 11 për Teutën. Nga Federata Shqiptare e Volejbollit janë përcaktuar për këtë ndeshje gjyqtar Ardit Nuria dhe Nea Dusha. Atepalina në pritje topi, Kurjerova, Bego, organizohet Teuta, bravo. Tajse Martins, sulmon nga pozicioni 4, është kapu në blok të erë nga Atepalina. Vjen pika 19 për Dinamo. 19 Dinamo, 11 Teuta. Bego, bravo. Është kapur dhe ky sulm në pozicioni 3 Laura Elizabeth. 20 Dinamo, 11 Teuta. Kurjerova, Lama. Ka sulmuar fort Lama nga vijet dytë nga pozicioni 6, e vëmendshme aty Laura Elizabeth, është ngritur në blok në pozicionin 3 për Teutën, ja ka marrë pikën. 20 Dinamo, 12 Teuta. Jashtë shërbimi i Luiza Tomas Timbo. 21 Dinamo, 12 Teuta. Bregu në shërbim. Avdyli nuk arrin të presi topin e parë. Direkt pika nga shërbimi për Bregun. 22 Dinamo, 12 Teuta. Ka gabuar Bregu në shërbim. I dhuron pikën e 13 Teutës. Tajse Martins, Kiri, Kurjerova, Bego, Avdyli e vëmendshme, bravo.
Kiri mbrojt për Dinamon, Kurjerova në pas tek Bego. Gjuajtja e saj në rjet, nuk ka prekje bloku, i dhuron pikën e 14 Teutës. 22 Dinamo, 14 Teuta. Bregu ka gabuar Bregu në pritjen e topit të parë. Vjen pika e 15. Pushim nga trajneri Dinamos Orlando Koja. Sponsor general i Akademisë Klub Volejboll Dinamo Veza Areas. Veza që ka diellin brenda. Në shërbim numri 9 për ekipin e Teutës, Tajse Martins. 22 Dinamo, 15 Teuta. Të shohim si do të mbyllet ndeshja. Tajse Martins, Bregu. Kurjerova e ka ngecur topin Kurjerova. E ka marrë pikën. 23 Dinamo, 15 Teuta. Në shërbim Ate Palina me numrin 13 për Dinamo. Avdyli, bravo në pas. Gjecje mbrapa bloku dhe vëmendshme Ate Palina, Kurjerova, Lama, Matoshi mbrohet, bravo në pas. Matoshi sulmon, mbrohet Bregu, Kurjerova, Lama fort. E ka marrë pikën Lama, ka qenë bloku 2 atje i Brahos me numrin 4 dhe i Laura Elizabeth me numrin 17. Gjuajtja e Lamas në vit të drejt, nuk arrin Braho ta mbylli vijën e drejt, vjen pika e 24. Ate Palina në shërbim për pikën e fundit për Dinamo. Ka shënuar Ate Palina direkt, topi ka qenë në vijën fundore, vjen pika e 25. Mbyllet ndeshja me rezultatin 3-1 për ekipin e Dinamos. Mirupafshim nga Pallati i Sportit Fark në takimet e tjera.